i kërkoja parlamentit, mirë më hiqen imunitetin, i qava letër, do mësa po, sepse 2 deputet që u jam i njohës të PD-s, ndërsa tje diskutoj për imunitetin, me marrin telefon, edhe me thonë, Zef, ku je në zyrë? Po, qa po bën? Ja, po punoj, thash, sa imi këthy dhe nga Amerika. Por e tha, po, i qetje ti? I qetë, thashem, pse, po punoj. Por ne po, ka disa orë që grindem i këtu me të heq imunitetin, dhe ti zigjen, thash, po hiqen imunitetin e vërtetja, jap unë vetës, dërsa ju, në qofë se binden i hiqeni, nuk e kam problem. Kush ishte ky që u mori? Mos pashëm emrat, ishin 2 miq të PD-s, deputet të PD-s. Dhe pasaj u oq? Jo, në dhjetor. Jo, dhjetor jo, pasaj jo, u shkarkuat. Pastaj në mënyrë të papritur ishte fut përsëri në fund janarit. Kërkesa për të heq imunitetin. Edhe atëherë nuk kaloi. Nuk di asgjë. Dhe kam një moment që mbase është mirë ta them, me vjen zëdhënësi i gjykatës kasacionit, gazetari i mirënjohur Duel Azri, që ishte dhe zëdhënës, dhe më sill gazetat, ku në front ishte sot diskuton parlament për të hequr imunitetin Zef Brozit. Unë thash si është e mundur, përsëri në këtë mënyrë, shkoj për të hyrë te parlamenti. Aty te oborri na lën bloku, na lën ushtari. I thotë shoferi jam me kryeitarin. Po thotë ti, po kam urdhër që të mos ju lej. I them ju e zbatut urdhrin, na ndale. Tani unë kam takim me kryetarin e parlamentit, tu ta takoj. I them dhe shoferi jep gaz. Shkoj për ty, ne si kryetar, disa herë shkoja dhe parlament dhe si kryetar për të gjuhë, atje në losh, kur diskutojnë ndonjë ligj që kishte lidhje me gjyqësorin, thjesht për të dëgjuar. Pra, atë ditë, pra kishte fillu debat, diskutimi përsëri me heq imunitetin, unë doja të hyja atje në sallë si për të dëgjuar. Nuk me lanë ato rojet aty brenda, ja, thanë, kemi urdhër që mos lejojnë. Po vinin ambasadorët gjerman, ambasadori Ziceran dhe të tjerë. Biles ambasadori gjerman më pa aty, tha, se kishin marrë vesh që po diskutoj. Futi kraun, tha, zoti Brozi, hajde, futemi bashkë. Thënë, po, mu nuk me la. Dhe ai vuri durt në kokë. Si është e mundur. Unë jam shumë i njohës disa ambasadorë të asaj periudhe, që kam qenë mbështetje shumë dhe do të pyes për atë, sidomos për Josef Lek, por momenti ju shkarkuan dhe çfarë ndodhi më pas? Ju dolët nga zyra? Shkarkimi ka ardhur në shtator. Po. Në shtator bilës në shtator të 95-ës. Po. Edhe aty sa liu me shumë sa është mjeshtër intrigës dhe pabesisë. Sa ishte kthyer ai nga takimi që kishte pas në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Clinton. Po, ishte një deal midis diplomacisë amerikane për rastin tuaj? Po, atë tamam deal e kam mësuar nga libri jot. Unë dija që mbështetjen që qeveria amerikane edhe ambasada për jepte gjyqësorit të Shqipërisë, jo thjesht Zefit, se ato mbështesin pavarësinë e gjyqësorit. Po? Dhe tani pse
Berisha donte patjetër të më hiqte. Nuk arriti të më fusën burg, dhe u jam I njohës deputetëve të gjitha krahëve të asaj periudhe që votuan kundër, sepse kundër heqjes imunitetit. Po, du ta theksojmë se parlamenti 92-96 ka qenë një parlament me shumë intelektual, që kishin mendimin e tyre të pavarur. Shumë prej tyre kishte edhe nga ato që votonin, dhe rasti tjetër, pra konflikti tjetër ishte për çështjen Nano. Po për çështjen Nano çfarë tha zoti Berisha? Unë nuk kam qenë gjyqtar në shkallë parë në apel për çështjen Nano, por dhe ishte gjyku dhe në gjykatën e kasacionit para se të shkojë unë kryetar. Dhe por në bazë të ligjit asaj kohe një person që mund të ishte gjyku dhe në gjykatë të kasacion kishte drejt të bënte kërkesë për mbrojtje ligjshmërie nëse kishte prova që është shkelur ligji ose që vendimi edhe I gjykatës I kolegjit të gjykatës kasacionit është I pabazuar në ligje prova. Kam pas presione të jashtëzakonshme që unë të mos e bëja kërkesën të mbrojtje të ligjshmërisë. Nga kush I kishin presionet? Dhe nga të gjithë, nga Sala, nga PD-ja, nga Shiku, kërcënime. Po si Shiku, këtë se kemi kuptuar asnjëherë. Si, kush vinte nga Shiku dhe të thoshte ty? Në gjykatën e kasacionit periudhë Shiku ishte ulur këmbkryq. Vinin dhe unë I njihja disa prej tyre. I njihja, më bëja humor, thosha, qa doni ju të them mund që të justifikoni rogën atje. Unë s'kam asgjë të fshehur. I them dënimet janë publike, mendimet, qëndrimet e mia janë publike, por nuk ato kuptohet që krijonin edhe ato makinacionet me disa gjyqtarë të tjerë aty në kasacion. Berisha Këtë ka pas Berisha, ka përqau çdo institucion, edhe gjykatën e kasacionit e përqau. Ai grup gjyqtarësh që u trëm nga Saliu, bën vasal të Saliu. Po se padën dhe antarë të gjykatës kasacionit që ishin kundër jush? U manipulun nga Saliu. Po kush ishin këta? Që bën edhe flet trofeja, është botuar flet trofeja atyre, turpi tyre. Se kanë bërë letër kështu publike? Po. Ku e botuan? Në zyrën e Saliut e kanë shkruar dhe ja kanë që. Dhe ku botua kjo zoti Brozi? Jo, ai kam qenë në parlament, nuk e di, po letra ishte periudha e luftës, domethënë. Ajo flet trofe e gatuar në zyrën e Saliut, por kishin emra disa gjyqtarë. Kush ishin ata, mund t'i thuash? Nuk do I themi, ato pastaj, pasi jam shkaku, unë morën detyra, u bën drejtues të gjykatës. Edhe drejtues gjykatë? Po, edhe në gjykatë kushtetuese, morën poste, se këtë kishte Berisha, mjafton të bëj korrupsion sa të duash, po zbatove çfarë të thot ai I shpërblente dhe me poste. Okej, dhe ju, zoti Brozi, u shkarkuat? Ai sabotoi, gjyqi I Nanos u sabotuar. Është histori e gjatë. Unë personalisht isha në një pozitë edhe të vështirë për kërkesën për mbrojtje ligjshmërisë të Nanos, sepse unë kam qenë deputet dhe kryetari I Komisionit Ligjeve kur kena votu për heqjen e imunitetit Nanos. Ti ke votuar për heqjen e imunitetit? Po, kam votu dhe mendoja që ne du t'i japim drejtësisë hapësirën që të hetoj këto që akuzohet për korrupsion. Po kur pa dosjen, ishte me faj Nano, po jo? Dhe
Po pikrisht, u studiu dosja bashkë me këshilltarët ligjor që kisha dhe kishte shkelje flagrante edhe procedurale. Por dhe synimi, pra atë që doja bëj unë që të rigjikoj çështja e nanës në gjithë gjyqtarët e gjykatës së kasacionit. Dhe pastaj vendimi do ishte si do vendoste gjithë trupa bashkuar gjyqtarë. Po ju vetë U sabotu gjyqi, nuk u bën dot. Okej, ju vetë kishit një bindje ishte nano i fajshëm apo jo? Po jo. Kishte dy akuza nano. Një për shpërdorim detyre dhe një për vjedhjet pasurisë në dobi të trete. Kjo për të favor të trete nuk provojnë dhe ta themi dhe pak me gjuhë. Po nana do vite për vete, jo që të përfitonin tjerët. Po t'ishte. Shumë e bukur kjo. Pra ishte kjo kërkes për mbrojtëligjshmërie që bëra. Ishte gjyqi i minoritarëve, ishte lirimi i gazetarëve, ishin dhe gjyqet disa çështje tjera, ishte dhe një çështje kryeziu që ishte skandali i çfarë makinacionesh po bën të shiku kundër qytetarëve, kundër atyre që mendonin që nuk mbështesin Saliun 100%. Ose edhe atyre që po ndihmonin luftën çlirimtare të Kosovës, që kishte fillu mbase ato si thush nismat që në ato vite, unë nuk dija E ke fjallën për Remzi Hoxhën për atë rast? Jo, është një çështje kryziu. Kryziu ishte para saj, po, ishte para saj. Në këto, domethënë ju jeni shprehur disa herë që jeta juaj ishte në rrezik. Mund ta tregoni atë momentin kur ju jeni vërtet keni qenë në rrezik? Jo, unë pra me 21 shtator të 95-ës, unë kam qenë zyrë, duke punu masdite, ishte ora pra rreth orës 7 sa të darkës, isha në zyrë. Dhe me vinë 2 deputet, Ndre Legisi dhe Pandeli Majko. Të PS-s? Po, dhe i kisha miq, se unë kam qenë, unë kam pas miq nga gjitha anë, do me thënë, nuk isha ai militanti partjak, edhe si deputet. Vlerësoja mendimet pozitive të çdo deputeti, kundërshtoja dhe ato me cilat si isha dakord. Me vinë dhe me thonë, zefton, a e di që parlamenti po mbledhet për të hequr? Tash, jo, s'kam në njoftim. Tha po, ka një propozim nga Saliu me të shkarkuar. Mirë, thash tani. Unë s'di që parlamenti të bëj atë që do bëj. Thash, po të paktën me më thirrë, me më gjuhë, se unë s'di për çfarë. Nëse pastaj vinë me vjedhe një përfaqësues i ambasadës amerikane, pra ishte darkë, ishte ersu jashtë, vjen bilës kishin desh të mos e lejon me hynë në gjykatë. Dhe vjen ai në zyrë dhe më thot, a zef, a di që gjykata është rrethuar me shumë policë? Jo, thash, ku kam hyrë unë, 2 policë shërbimi që kam qenë, ishte rrethu gjykata me shumë policë, edhe ta po di që parlamenti po diskuton me të heqë. Tash sa po me thamë 1-2 deputet që erdhën takuan. Nëse tash po afrote ora 8 e darkës, po mësën në televizor, thash, dhe hapa televizorin që ishte aty për të dëgjuar lajmet. Dhe lajmi i parë me sa më men ishte
përmytjet në Lezhë dhe heqja e ime si kryetar. Dhe lajmi i dytë ishte përmbytjet në gjykatën e lartë. Përmbytje. Po dhe çfarë ndodhi pastaj? Kjo përmbytje në gjykatën e lartë ishte përmbytja për të shpëtu Saliun, për t'i dhënë hapësirë që ai ishte sunduesi i gjithë gjyqësorit në Shqipëri, prokurorisë, i gjithë institucioneve. Pastaj të drejtë unë atë natë kisha nënën në spital, edhe do them në atë moment i përfaqësuesi i ambasadës amerikane, një mik shumë i mirë që i kam rujt marrëdhëniet, Karl Ziebentritt, edhe më thotë, Zef, po të shoh që nuk po të shoh shumë të shqetësuar, pra ti u shkarkove. Fillova me qesh, thash, shkarkimi im ka kohë që është datuar nga Saliu, edhe prisja shkarkimin sepse ka qenë një luftë me një pushtetar, thash, edhe po më vje keq, thash, për një gjë. Çfarë tha? Unë parandjej gjak në Shqipëri. Edhe 97 për fat keq e provoj. E provoj dhe 96 kur Saliu për gjaku në maj pas zgjedhjeve, 97 që ishte shkatërimi i Shqipërisë, e ktheu Shqipërinë kaq prapa, sepse Shqipëria do ishte ndër vendet e para që do ishte anëtare e Bashkimit Evropian, ndërsa piramidat dhe 98-a, djegja, shkatrimi, përgjakja e Shqipërisë e kthyen Shqipërinë dekadat të mbrapa dhe është e pafalshme. Ju plotoni? Është dëgjoj. Kur vritën mbi 3.000 sa vet, kur mbi 3.000 sa nëna e motra, e vëllezër, e prindër, humbën njerëzit e tyre. Si mundet Shqipëria të harrojë atë që i bëri gjëm Shqipërisë? Si mundet? Po si mundet Shqipëria të harrojë edhe 21 janari e 2010-s, kur u përgjak bulevardi të Dëshmorët e Kombit? Si mundet që t'i shkojnë pas ati krye përgjakësit të Shqipërisë, kryedjegësit të Shqipërisë, dhe përsëri me Molotov të shkatrojnë pronën publike? Si mundet? Është një pyetje që çdo shqiptar që i dhem vendi, familja dhe fëmijët duhet t'ja bëjnë vetes. Është e dhimbshme. Prandaj edhe e ndjej me shpirt sa dëm i ka bërë Saliu Shqipërisë dhe po vazhdon t'i bëjë. E kuptoj. Nuk e meriton Shqipëria atë gjëm. E kuptoj. Foto tjetër, bile kemi disa foto regjia që ne du të kalojmë shpejt, se kjo është një foto Pieter Abnori me Tomor Dostin, edhe ju. Do doja një, se jemi dhe në limit, se do dhënë atë pjesën më thelbësore e keni trajtuar, do doja një përcaktim për këto dy figura të djathët shqiptare, zoti Brozi. I kam pas shumë miq, kanë vujt, vinin tamam
ato ishin të përsekutuarit, dhe në qoftë se ato do të ishin në krye të shtetit shqiptar, pra të ishte biles president i parë i takonte njërit nga Petrablorit.